A ju duket që Shqipëria po bëj gjithnjë më shumë, po themi, tërheqjes për të huajt? Po, kjo është meritë jo e qeverisë. Nuk kam gjë me qeverinë, para absolutisht. Kjo është erdhi koha. Kjo është meritë e natyrës ka Shqipëria. Pa ta nuk e njihnin. Ata në fakti që u hapën dyert, edhe vinë angles, gjerman, frances, italian, kam shtëpinë time në Berat. Vinë 2000 veta në ditë deri ke pragu i shtëpisë. Ata vinë se i tret një dil i brendshëm. I tret një gjak zero negativ. Ata që kanë gjakun zero negativ, që kanë kafë të madhe, që janë simpatikër, që kanë EV13, të dalë nga pelgu Arban, Durrës, Tomor, Theth, ata që kanë dalë që këtej, ata vindë. Vetëm ata vindë, i tret gjakut. Ai nuk e di pse vjen, unë ja them shpesh turistëve, ti nuk e di pse vjen. Po ti vjen pikërisht në Berat se të kujtua historia e të parëve. Pra, vjen se kuptuan që Shqipëria është hapur më shumë. Ka një gjësi gjeografike të shkëlqyer, një qendër e botës, Tomori, Lugin e Vlorës, Thethi, janë qendrat botës, pika shumë pozitive nevralgjike të energjisë. Dhe jo rastisht që kisha dhe para, paleo-kristiane janë ngritur në Shqipëri. Edhe Vatikani parë ka qenë në Shqipëri, në mikë. Ka qenë 500. Jo rastisht shqiptarë shkuan ndërtuan Vatikanin, atje në Rom. Jo rastisht ndërtuan shtetin e parë, San Leo dhe San Marino, ishin shqiptarët. Jo rastisht ky popull prodhoi 8 pat, ku një nga ta është brenda në Vatikan, Papa Klementi XI. Jo rastisht himnin krishtërimit është Niket Dardani. Jo rastisht ai përktheu Biblën në Vulgatën në latinisht është shqiptar. Jo rastisht kodiku i parë në botë është shqiptar. Jo rastisht kodiku i parë. Jo rastisht perandoria e Bizantit që e quajnë këta mortet që e drelin, perandoria arbënore. Jo rastisht ai që bëri besimin krishtian e bëri zyrtar, ishte Konstantini i Madh, nga Nishi, deke Konstantini IX. Në 1453 që i tha, unë jam i nëndi Konstantin, tha i shqiptar, tha i hap Gjomuzak në libër. Edhe ashtë thënë, tha, të tjerë të dorëzuan. Qa kishte greke, të tjerë të u dorëzuan të Mehmeti, ky tha do luftoj me djemt e mi, edhe luftoj, djemt kuptimin me ushtarët. Edhe ky ishte Konstantini IX. Jo rastisht janë pa fund bëmat e shqiptarëve deri në vitet 1878. Qa ndodhi? Thjesht ai që quhet Bismarck e coptoi për parë Shqipërinë, ajo që quhet Londër 1913 e coptuan akoma më keq, dhe pastaj vjen ajo që e coptoi komunizmi ose nuk njojti vlerat e shqiptarisë, dhe sot jemi në një ditë që kemi shumë nevojë për të njojtur rrenjën, për t'i spërkatur, për t'i vaditur, jo me pesticide, po t'i vadisim me vlera shqiptarie. Kështu që në kuptim, ka vënë përgjigje të testoj që turizmi është i tillë që ai vjen njeh rrenjtë e tij, ai francezi. Sepse sipas enciklopedisë franceze, ishin këta i lirë që i mësuan popujt e atërshëm në Francë se si të gatuanin, se si të varosin prindit, se ishin me gjethe, lisi atje, ishin me gjethe ata atje. Edhe ke enciklopedit nga 1200 në kohës Trojës deri në 300. 900 vjet ju deshin libra të mësonin atë popull se si të gatuanin. Po aq ke në Bavari bujarët i lirë, po aq ke në Austri, ke toka i lirë. Pra kanë qenë dikush. Sot i detyruan që të jenë askush. A do vazhdojmë kështu? Jo. Njifiu, studioj historinë tënde, edhe ti s'ke 3% të librave të historisë flasin për arbënore shqiptare alban, se 97% flasin për Greqi, për Helenë dhe për Romak. Kur si amfiteatro dhe teatrot janë shumë herë më të vogla se amfiteatro dhe teatro këtu në Iliri dhe në Epir. Finiqja është 3 herë më i madh se amfiteatri i Atinës. Çfarë do thuash për? Si ka mundësi do thuash? Si spyesin arkeologët? Butindi është 3 herë më i madh, Bylisi është 3 herë më i madh se ato në Athinë. Si do thuash? Që janë ta shqiptar. Pra, në të kuptimin na duhet shumë jo vetëm arsimimi, po edhe turizmi, që është një arsye që e hapa turizmin në Beratën, edhe si qendër muzeale historike, aur, rrut, rrejnë tona, po jo tona si Shqipëri, Albani, po edhe të vetë europianëve. Me kujdes, me iq mu erësirë është parimi, ndiqo salopak, back off my, get off my back darkness, iq mu erësirë, shprehjen e frashit.
Kjo do t'jetë për gjohë shqiptarët. Hiqmu errësirë, edhe pakës drejt. Prandaj ka lindur Hiriri në frashtit. Pakës drejt, avash duhet përcjellë do kohën e saj. Profesor, sa të sigurt janë shqiptarët kur blejnë produkte ushqimore? Kjo është çështje tjetër. Është shumë e rëndë, përsëriti. Si ka mundësi më vëllai? Duan dhe zordi. Edhe një qumë shërzenit, më falë që po i themi. Po kur e mësova që balqot e tij në për qendra të mëdha, në Vlorë, në Berat, punoj me qumë shplurdi, po nuk ta fali, erzen. Qoftë edhe ti tjetri. Që të më japësh qumësh, plurdi. Më thoja vëllai, po, atëherë po i kujtoj emrat e tyre, të gjithë këta që janë. Më thoja vëllai, kaq përqind plur, kaq përqind bërmet organik. 100% plur. E marr vetë unë, e zgjedh vetë. Po të më shefësh qumshin plur për qumsh organik, këta nuk ta falin. Dhe nuk është rastësiti, jo nga qumshi vetëm, por nga shumë e shumë tjera, që shqiptarët kanë një gjatësinë më të dobët në botë. Sepse bashkohen disa ndoti. Qofse marinca ka ndotën e naftës, pastaj të inceneratorit, pastaj të tetë që i do krijohet, pastaj të ushqimeve, pastaj të pesticideve, dhe trupi një armik për ballon. Cigarën vetëm, ndotën e arit vetëm, po jo edhe ndotën e arit, ndotën e ujit, ndotën e toke, edhe pesticide, edhe incenerator, edhe ushqime e tjera. Nuk i përballon dot trupit. Prandaj mosha mesatare në marincë është 57 vjeç. Po tani ty po të vdesin të rinj 9-50 vjeç, sëmundje me zemrën 9-45 vjeç. Ndoshta edhe nga ajo që njerëzit kanë humbur përqendrimin. Nuk rinë drejt kur flasin. Njerëzit nuk rinë drejt. Njerëzit merren me çete në që unë ja kam ndaluar duni për vetëmi, i binda. Në moshën 6 vjeç sot i binda që deri 20 vjeç asnjë minutë me telefonat. Se telefoni ka një fushë, kam një libër aty. Fusha elektromagnetike. Që ka telefoni të paktën baje 30 cm larg, të paktën mos lime telefonin. Beqara biseda, mos lime telefonin pranë, në gjumë, se gjumi është në qetësinë e tij më të madhe dhe thith më tepër. Të paktën mos e përdor telefonin në 25%. Mos e përdor në 25%, o i uruar. O popë, mos e përdor me sa ai do të ti bën më shumë dhe kur ti të bën më shumë, që është në minimum, ti të truriot më shumë. Po mos e mban gjie, po mos e mban xhep, siç bëjnë gocat e gratë. Mos e mban xhep, mos e mbaj ato sintetiket. Edhe të ngushta aty, edhe sintetike, edhe telefonin atë ato si për trupi i madh, mos dish ka gjëra aty. Në këtë kuptim, sa më pak skanë, sa më pak e zhe, sa më pak e hiç fare, po thuajse. Vetëm ku ke ndonjë thyrje, ku një jetë që më ndodhe. Fare për gjëra. Ç'ne romatizma me skanere, me ç'ne romatizma. Ma ndodhi më çali dhe ka romatizma. Kur skane, plus që ke marrë helmeti, skane i aktivizon ato nga brenda aty. Si punë e mikrovalës, që e ngroj gjellën, e ngron nga lenku, nga brenda aty. Me 1.000.000 Hz për sekond e ka shpejtësinë vala që shkon gjellë. E ngro, edhe ti ngrohet gjella nga brenda me mikrovalën, me rezonancën, me hercë. Por nuk ngrohet si sopë që ngrohet nga jashtë. E njëjta gjë në helmet e trupit ti vetë bën skaner pas. Ti edhe ke helmet trupi nga ilaçet e shumta, bën skaner i ti shpërndaj skaner ato, ta i moj gjithë trupin. Pra, çfarë sa kujdes e duan ti në këtë kuptim. Megjithatë Shqipëria ka ende gatime të mira, gatime bio, ruhen në përfshatra, agrobizneset ruajnë, por kujdesi duhet të kjo çudi dhe këta pjesa që jeton në fshat, këta ndoshta e bëjnë për inati. Këta nuk gjejnë dot kënaqësinë e pritjes në qytet, edhe më duket se fshatarët në kuptimin e zhargonit, më duket se akmerën dhe. Do ta unë thotë ai 2 mg pesticid. Do ta ai qytetari thotë ai 10 mg pesticid. Mund ta bëjnë për inat ata. Këta ndoshta më duket se e urrejnë qytetarin. Prandaj unë do ndryshoj sjellja që diktatura i mësoi fshatarët njerëz të pavlefshëm. I la me mishtrisht e nisi. Dhe në të kuptim ata u zvogluan si njerëz. Gjunati. Që mund të quash ti Cakranin, ta quash fshat, ku aty është qyteza, janë 3.000 monedha djetra, dhe sot kanë hequr tabelën e Cakranin qytetës. Po to fshatra shqiptare kanë qenë që gjitha qytetet. Nuk ka fshat në Shqipëri mos ketë i kalat. Nuk ka fshat në Shqipëri. Që mos ketë qenë qytetës, po jo fshati, po e bëri diktatori fshat, apo edhe turku, që ai të kishte mungesë digniteti.
Dhe kur shkon në Greqi ai, Gjermani fshatari, në kuptimin e pa e ofenduar, e haron Shqipen kollaj, me një brese nuk i mëson fëmijëve gjuhën shqipe, ormik, turp i madh. Ndërkohë breshët, fisnikër, lord, bujar, akoma flasin shqip, sot ishin fisnik ata që ikën. Ata ikin pa dignitet. Edhe i quhet kultura greke, që puna e njeriu tim, që unë si sa t'i kthej përgjigje grekut ku më pyet për një gjë që është 100% shqip ajo gjeti. Kostumi i Mariot, 100% shqiptar kostumi i Mariot. Kenga i Mariot është shqip 100%. Edhe ai thotë e vënë ekspozit kostum grek, e vëllën pull postare. Edhe ti nuk di të përgjigjesh, sepse s'ke mësuar në librat e historisë, po ti s'lexon as vet, po ti nuk ble as libra. Ju jeni këta që vinë nga jashtë, që unë i provokoj ke shtëpia, këta nuk blen as libra, mo që të mësojnë që të ketë respekt më tepër ai atje ku është. Shefi gjerman, shefi anglez, shefi grek, që të ketë respekt më tepër. Pra, gjëra të tilla me edhe pyetje që më bëre është jashtëzakonisht hyn dhe ku ushqimin. Dhe ne mund të mbajmë ke turizmi duke bërë një mungesë totale të energjive të fabrika vëztineve të rënda, s'kemi nevojën për ato. Dhe ne ke turizmin, ke historia. Dyja shtyllat, edhe mbarova ti. Turizëm dhe histori ti. Gjua është brenda historisë. Me këto dyja ne do mbajmë. Dhe ai do vi kësaj radhe vjen si turist vjen si turist për gjeografin, lumë, det, mal afër, kishë xhami afër, pa ai do vi nesër për historiti, se do kërkoj rent e vet ai. Kjo është Shqipëria, turizëm dhe historiti. Gatimi është normal, kulinari, është pjesë se shqiptarët janë në 10 mjekët, 10 gatuesit më të mirë në botë, 6 janë shqiptarë. Një nga Maqedonia, një nga Kosova, një nga 6 janë shqiptare. Kuptoni që është kulinaria shqiptare, 10.000 vjeçare ka ditur të gatuaj tavën e Kosit që gjendet ke faraoni në cep atje në Egjipt. Gjendet fjala tav, fjala kos dhe gjendet e recepturat. Egjiptologu Zaharia. Gjen 3 gjëra shqip atje, nuk e dinë nga kutjanta. Gjeti në Elbasan tav, gjeti fjalën kos, gjeti dhe recepturën, se si bëhet tavë e Kosit. Pra këta janë shqiptarë që shkojnë në Itali për 2 javë, për 2 muaj më për 2 vjet, edhe mësojnë që bëjnë makarona, pasta më mirë se italianët. Pse? Se ka ditur ta gatuan, e ka brenda, vetëm sa e kujtojnë në Itali dhe në Gjermani. Gatuan më mirë se ata. Pra, kjo është fryma që shqiptarët mund të vlerësojnë vetveten edhe të bëjnë një përpjekje për të sjellë të kaluarën në dijet e sotme. Edhe pse, po themi, është futur pjesa e fushatës elektorale dhe shumë parti po bëjnë fushatë elektorale, juve nuk e kemi parë të angazhuar në për fushatë elektorale. Por e bëra mirë që pyeta, se dua ta sqaroja për 2-3 minuta mbas e mbledh situatën. Unë futa kam hequr dorë përfundimisht nga politika, sepse nuk është koha jonë. Nuk e mendoj vetëm të mençur, të ditura, të mathe. Jo, nuk e kam të kuptim. Po unë tentova 2005 deri 2 vjet përpara kryetar bashkie në Berat, kryetar bashkie në Tiranë, për president, po edhe për president, jo se do bëhesha president. Po vendosa i stek që një president do të jetë kështu. Gjodhe presidenti tjetër do ja shikoni ajrin. Dhe ai presidenti ashtu ngre telefon, 1. Kse përgjigjen letra, 2. Kurse ke për hallet e popullit atë, për çfarë duhet ai presidenti? Pra një president, unë po t'isha, do bëja këto gjëra, që do i përgjigjesha qytetarëve, do kundërshtoja parlamenti, po do ta bjen diskutim një mendim të pa diskutuar në parlamenti, do ta bjen diskutime. Asgjë s'bën nga këto president. Nëse vjen nga pyetja juaj, që duke qenë në këtë pozicion ku kam mundësi të bëj politika për politikën, jo të merrem me politikë vetë, po të ndërtoj politika, mekanizma, teknika, se si politikanët duhet të jenë të sqaruar, të ndriçuar dhe me anë të këtyre politikave që ne grupi, le të themi, grupi mendimtarëve, grupi shkencëtarëve, grupi eminencë, po ta quaj veten, që se në të mosh, them se di, më shumë se 65 vjeç, në të mosh 70 vjeç, më shumë se 60, 10 herë më shumë se 55 vjeç, shumë herë më shumë se 40 vjeç. Po sot i ke të rinë, 30 vjeç që hapin kemët për dukur të mlejnë. Edhe merren ata me politike, ku një X drejtor në një qytet caktuar, o të bësh deputet o s'ka, po pse profesioni është deputeti? Deputeti është që ti nuk do dhe populli zgjedh ty. Sot kërkojnë plot veta të më zgjedhin, nuk dua. Kur desha unë s'donte populli. Tash dua populli, s'dua unë. Edhe
u futa një javë, jo futa unë, por partia që unë kam dorëzuar, grupi të rime, s'kishte marrë mendimin e gjykatës, edhe ndeti një javë emri im në këtë pjesë të koalicionit. Po pati shumë njerëz që vollën vrerë. Profesori Shazani u bë me çfarë quhet i Marioti, ai eurodeputeti. E para që koalicion apo aleancë, në aleanca quhet aliazh, lidhet Qymyri me Hekrin që bëhet Çeliku. Pra ai mund të jetë Qymyri, unë jam Hekri, mund ta bëja unë atë për vete. E bëj unë atë për vete, brenda atje në gjë. Po ti isha unë në politik, shumë mirë që ti isha brenda koalicionit. Se do i dërmoja dhemat atij. Qofse ai kërkon të bëj asociacion i Mariot. Do i dërmoja dhemat brenda, sa kështu e kam më vështirë nga jashtë. Pra, në të koncept, ju shqiptarët që menduat profesori u bën koalicion me Berish, me Krip, ç'po duhet më koalicion? Koalicioni është një rrugë për të shkuar nga zyra ku jam unë këtu tani me ty, deri ke 15 kaç. Kjo është rruga e koalicionit. Pasandaj ti më vë mua ndyshim sovranitetin tim, më vë dinjitetin tim ndyshim që po të bëhem unë me Berishin koalicion dhe unë do ndryshoj. Berisha mund ndryshoj, sepse dua unë. Ai Beleri do ndryshoj, që s'ka për ta bërë kur atë i marë, aso sa kur sa të ketë bi Shqipëria, për ta bërë atë asociacion i marë, që ne i marë të kthejmë ty unë si gazetar, që ne i marë minoritet, e kupton do t'jeve? Që to dhe 1834, 855, 878, 913, gratë i Mariote flisin vetëm Shqip, 100% e grave. Burat që bënin tregti me Italin, dinin italisht, dhe burat që bënin tregti me Konfucin, dinin i greqisht e qalë. Ç'ne minoritet i marrë atje. Ndërkohë që Shqipëria, kemi thënë bashkë, e përsëris për shqiptarët, është një vend që s'ka mundësi kur të ketë minoritet. Këtë e thotë edhe zonja Merkel. E thonë dhe shumë tjerë studiosa europian. Sepse kufizohen nga shqiptarët e Kosovës, pun ka minoriteti serb në Shkodër, po jave Shkodër. Minoriteti malazes, ku ka marrësinë e madhe. Malazes janë marrësi e madhe, janë malok, malsor, si e do ti? E do kështu ti? Malsor. Ç'pun kam të kemë un minoritet Montenegro. Po e Montenegro nuk i thonë Marsi, po Marsia nuk është Malizi. Marsia, se e bëhet zë, e do bu malazese, po s'është malazese, janë shkëmbin zi. Sepse malsori jon, Marsia u quhet Malzi. Edhe pastaj u quhet Montenegro. Pra, shqiptar. Po bullgarët, nuk i kemi Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë në mes, që kanë shqiptar. Po me grekun, a kemi çamët në mes apo jo? Ç'ne greku e ka kufirin te Thana, nga Karnia deri në Athinë, po e le të themi, ku kishte fare mesjet. Nga u gjetë minoritar grekët në 1913 që u gdhin minoritar, që ishin buqit, lektorët, Qali Pashaj, Gjerokastriti Liborova, i kishte marrë për të mbajtur dhe për punuar muret e Baqes, apo për të kullotur dhit. Edhe këta në 1913 e 14 më sakt, u gdhin gjithë 38.000 minoritarë, që ishin të ndryshëm, ardhur nga Pondus, nga Pindus, nga Anadolli, nga Stambolli, nga anës, edhe erdhën formuar një komunitet që ishin buqër. E këta u gdhin minoritet. Kështu që në kuptim, jo i mara, po edhe Derviqani, qofse ka ndonjë një pjesë minoritare, e di kush janë minoritarë në Goriçanëre, ata që të boj greku në 1830 pas revolucionit, ata që luftuar ki Mariot me Andreushit, generalin e madh Ali Pashaj, generalin e madh Kolokotroni, ata që luftuan dhe greku nuk i pranoi këta në 1830. O i vrau, o i dëboj. Dhe erdhën i marr, po sigurisht dinin greqisht, sepse kishin luftuar dhe dinin diçka andej. Edhe këta që janë Derviqanë, Goriçan, janë gjithë që shqiptarë, që shtërgjyqi tyre ka luftuar në revolucionin, edhe jo revolucion grek, romik. Kryengritje shqiptare. Nësa revolucioni 827 është revolucioni gjakosur grek, për të vrarë ata që luftuar në 1921-1927. Pra, ka konceptet mëllati, të ndryshme. Në 1921-1927 është kryengritje, shqiptarë është kundër turkut, në 827-820 është revolucion i gjakosur grek. Derisa u emri shtetit grek, sepse 10 vjet fytyrë shqip në parlamentin grek, që këto dihen gjithë tani. Pra, në kuptim edhe pyetja juaj, që politika për mua, një politikë jo e kohës për njerëzit që pretendojnë që din diçka, thon diçka, janë të vërtetë në diçka, edhe vendosja që mos jem pjesë e politikës, por nuk do resht pa i këshilluar me politika këta politikanti që kanë nevojë shumëti. Kanë shumë nevojë çket. Bile ndonjëherë janë dhe gjunati,
sepse nuk din të flasë. E pe një deputet në Shkodër, zinë dhe flisë. Ka mbaruar 3 shkollë, zinë dhe flisë i shkit. I pe apo jo, është e dhimbshme apo jo. E ti t'jesh një kategori, një tavolinë me ata. Mirë është t'jesh, me të drejtën. Mirë është t'jesh, sepse larg profesori, larg doktori, larg ai pedagogu, larg intelektuali, larg ai, atëherë ligjet e fizikës janë s'ka bën boshti. Po u largove ti, do vi tjetri. Ky është ligji i fizikës. Nuk ekziston bosh leku në fizikë. Kështu që ti ikën vin ata, normal, ose guxot. Po unë them që s'ka ardhur koha, masi të tjerë mund ta bëjnë fije. Profesor, shumë faleminderit për intervistë.